njerëzit nuk e keni me vete. Ndërkombëtarët i keni kundër. Ju vazhdoni, sulmoni drejtsin sa doni. Tha që ikën Amerikanët, po erdhi Amerikani dje. E qepët, e kyçët, kur përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, erdhi zyrtari lartë, i dash, ku ishit ju? Pse nuk e ngritët zërin ju tregonit se si drejtësia te kalon kompetencat? Pse nuk ja thatë ati? Pse nuk i thatë ati ju se si këta prokurorët arrestojnë pa gjyqje? Pse si ja thatë ju ati? Pse e mbyllët gojën? Pse e qepët? Aty e kishit. Pse nuk ja thatë? Pse nuk i thatë ati që shikoni se atë grup prokurorësh, spakun, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo ambasador shkon vazhdimisht për ta mbështetur, pse nuk i thatë ju ati? Pse nuk i thatë që ata janë një parti politike? Pse nuk a thatë? E qepët gojën, nuk i shpëtoni do drejtësisë, harrojeni. Mjaft me shkelje, mjaft e shkelët kushtetutën, mjaft e shkelët rregulloren. Nuk shpëtoni dot Belinda Ballukun, nuk shpëtoni dot Edi Ramën, nuk shpëtoni dot veten tuaj, sepse në Shqipëri ka ardhur fundi i pandëshkojshmërisë, nuk shpëtoni dot më.